Dje faktikisht ka pasur një ngjarje në Bujanoc, atje ku disa shtëpi të shqiptarëve janë bastisur nga gjendarmeria serbe. E për të diskutuar në lidhje me këtë rast dhe detajet në lidhje me këtë ngjarje në Bujanoc, e kemi tani më në lidhje të drejt për drejt Agon Islamin, gazetar nga Bujanoc. Përshëndetje Agon. Përshëndetje. Agon, dje faktikisht është raportuar se në Bujanoc, në një fshat të Bujanocit, në Konçol konkretisht, ka pasur një aksion të gjandarmerisë serbe ku janë bastisur disa shtëpi të shqiptarëve, por nuk janë bërë të ditura detajet pastaj. A dihet faktikisht se çka ka ndodhur konkretisht dhe cila është arsyeja e kësaj bastisje? Po, kushtojmë dje në orët e hershme të mëngjesit, gjendarmeria serbe ka bastisur 2 shtëpi në fshatin Konçul, fshat i banuar me shqiptarë, i cili gjendet pranë kufirit me Kosovën. Deri më tani nuk ka të ditur për arsyet apo shkaqet e bastisjes, mirë po, sipas informacioneve zyrtare, nuk kemi asnjë qytetar të arrestuar. Megjithatë, po presim edhe sot ndonjë kumtesë nga Ministria e Punëve të Brendshme apo nga Prokuroria Publike në Vranjë, gjë të cilët ende nuk e kanë publikuar. Ende faktikisht nuk dihet sakt ose ka ndonjë informacion se çka qëndron brapa kësaj bastisje? Është arritur që të mirë? Sipas informacioneve zyrtare bëhet fjalë për një kontroll, megjithatë 2 familjet merren me blegëtori dhe bujqësi, megjithatë nuk dihet sakt arsyet e bastisjes dhe nuk është etike që ne si gazetar lokal të lëshojmë ndonjë informacion pa verifikuar. Po sa ka ngjallur faktikisht kjo ngjarje reagim atje dhe sa ka ngjallur ndoshta edhe frikë tek banorët shqiptar, duke pas parasysh që faktikisht shqiptarët në Lugin të Preshevës përballen ditës me probleme të ndryshme që vijnë edhe si pasojë e presionit nga institucionet serbe atje. Zakonisht këto ngjarje ngjallin frikë te popullata shqiptare edhe kur nuk ka ndonjë sqarim të detajuar. Megjithatë, është kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Keller Rexhepi, i cili dje ka thënë që Këshilli Kombëtar Shqiptar po e vëzhgon situatën dhe nuk është dalë me ndonjë deklaratë tjetër sot, por ngjarje të tilla vërtet që ngjallin një panikë tek qytetarët. Megjithatë, ne jemi këtu ku jemi dhe po vazhdojmë të jetojmë përkundër shumë sfidave dhe problemeve të tjera. Po, Agon, në anën tjetër ka pas faktikisht përveç kësaj ngjarje në Luginën e Preshevës ka një ngjarje në zhvillim me sipër që ka të bëjë faktikisht me planin 7 pikësh, e që po kundërshtohet e themi nga organizatat shqiptare atje. Çka është duke ndodhur konkretisht dhe çka përfshin ky plan që nuk po përkrahet nga OJC dhe mediat shqiptare në Luginë? Duhet të themi në gjenezë, javën e kaluar Ministri për të drejtat e njerëzit dhe dialogut social, gjatë një vizite të tij në Bujanoc, Demo Berisha, ka potencuar se plani 7 pikësh është i tejkaluar. Në fakt, ky plan është aprovuar nga të gjitha partitë politike shqiptare në mars të vitit 2013, ndërsa është aprovuar nga qeveria serbisë më 4 qershor të vitit 2013, po të njëjtit vit. Ky plan përfshin integrimin e shqiptarëve në jetën publike, në institucionet publike që janë në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medveç, gjithashtu në institucionet rajonale në Vranjë, Leskovec, por përfshin edhe zhvillimin ekonomik, decentralizimin, çështjet sociale, çështjet e shëndetësisë dhe shumë çështje të tjera. Për shqiptarët, një pjesë dërmuese ky plan është jetik sa i përket të drejtave kolektive, ndërsa për ministrin aktual të qeverisë së Serbisë Demo Berisha, ky plan është i tejkaluar. Duhet veçuar që ky plan nuk është aprovuar deri më tani, përkundër që qeveria e Serbisë me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar e ka aprovuar, megjithatë nuk e ka implementuar shumë, ose thënë thjesht, shumë pak ka aprovuar nga segmentet të cilat i përfshin. Megjithatë, partitë politike, shumica atyre dërmuese janë të vetëdijshëm dhe janë që ky plan të vazhdojë, të jetë në fuqi, ashtu ta quajmë, dhe të mos ndryshohet me ndonjë plan tjetër.
Po, pse faktikisht organizatat shqiptare edhe në këtë rast edhe ministri shqiptar në qeverinë serbe nuk janë të një mendimi, nuk janë ndoshta të një pajtimi sa përket këtij plani, cila ose a ka pasur faktikisht ndonjë konsult, ka pasur ndonjë takim, diskutim sa i përket parafrimit të qëndrimeve edhe në lidhje me këtë çështje? Jo, duhet theksuar që javën e kaluar kemi pas reagime të shumë partive politike, të deputetit popullor shqiptar, të kryetarit të Këshillit Kombëtar, të kryetarës së Preshevës, kryetarëve partive politike shqiptare që janë opozit në Bujanos, që ky plan nuk duhet të ndryshoj për faktin që obligimet të cilat i ka marrë Serbia karshi pakicës shqiptare në luginën të Preshevës duhet i plotësoj. Gjithashtu, organizata dhe shoqëritë civile gjatë ditës së djeshme, të cilat janë më aktive në Bujanos dhe Preshev, nga ku edhe mediat lokale, kanë kundërshtuar nismën e ministrit Demo Berisha që të ndryshohet ky plan apo të minimizoj faktin që plani 7 pikësh të mos jetë aktual dhe të krijohet një plan i ri. Kujtojmë që kryetari i komunës së Bujanosit Arber Pajaziti gjatë takimit me ministrin ka dorëzuar një kërkesë me 10 pika, gjë që partitë e tjera opozitare në Bujanos dhe Preshev e kanë kundërshtuar nismën e tij, por gjithashtu organizatat jo qeveritare kanë kundërshtuar edhe deklaratën e ministrit Demo Berisha për planin 7 pikësh, duke theksuar që plani 7 pikësh duhet të mbetet jetik sa i përket të drejtave të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Po, a ga në djetash se çka do të ndodhë, ka ndonjë planifikim, themi edhe nga organizatat e bashkuara të shqiptarëve atje në lidhje me këtë çështje në rast se nga ministria faktikisht këmbgulin që ky plan është i kaluar dhe ndoshta do të fillohen edhe procedurat për një plan tjetër. Po, realisht nuk duhet ndodhej për shkak që ne kemi mbi 12 vjet që është aprovuar ky plan dhe kemi shumë pak të realizuar. Nëse vazhdojmë me planet të reja, në praktik ato vetëm se po kthehemi në pikën 0 dhe nuk po implementohet asgjë. Kam frikën se qeveria e Serbisë përkundër situatës të cila po mbretëron në Serbi, në qendrat më të mëdha, në Beograd, Niš, Novi Sad dhe Kragujevc me protestat e studentëve, nuk po dëshiron që të hap një kapitull, nuk po dëshiron që të implementoj këtë plan që është bazë për të drejtat e Pakicës, respektivisht bazë për të drejtat e shqiptarëve në Bujanos, Preshev dhe Medvegjë, gjë që tenton të tejkaloj këtë kusht, parakusht që e ka marrë karshi ndërkombëtarëve, duke thënë se ky plan është i tejkaluar dhe është koha për një plan të ri. Respektivisht, plani 7 pikësh duhet të jetë alfa dhe omega për gjitha partitë politike shqiptare dhe organizatat e shoqërisë civile, meqense aty përfshihen më shumë se 7 fusha dhe më shumë të drejta mbi punësimin, njohjen e diplomave, integrimin e shqiptarëve nëpër institucione republikane. Po, Agan, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Bujanosi, në lidhje faktikisht me të reja që po ngjajnë atje. Mendeqofshin. Falenderoj shumë, ishëm në një inkuadrim të drejtë për drejtë me Agan Islamin nga Bujanosi, gazetar faktikisht